falëndërimet, mallënimet, përkushtimet, vetë në nështrimi jonë, adhurimi jonë, jeta jonë, vdekja jonë, gjithë shka që na i ka dhuru i malli Zot, me merit i takojnë atij, që pasi përsosmërisht krijoi çfarë ka në qiell dhe në tokë. Nënshtroi krejt gjithësinë në shpërbim dhe nderim të njerëzit, dhe e plotsoi dhe e përploti dhe e mirosi nderimin dhe bujarinë e tij ndaj nesh, duke zbritur udhëzimin hyjnor dhe duke dërguar profet. E falenderojmë veçanërisht dhe madhërojmë mbi gjithçka të madhin Zot për begatin më të madhe dhe nderimin më lartues, udhëzimin ton islam, i te lartuar dhe paskaj madhruar, është pronari i gjithçkaje. Ai që krijoi jetën dhe vdekjen, na provojnë e cili nga ne është më i përsosur në veprat e tij. Dëshmoj me gojë, me mendje dhe me zemër, me krejt qenien ton, që s'ka të adhuruar me hak, veç Allahut është një absolut dhe i patmeta, i pangjashëm me krijesat. Po ashtu dëshmojmë që Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i tij me fenë të vërtetës dhe drejtësisë, dërguar veç se mëshirë për gjitha botrat. Paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi krejt profetët, Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij të nderuar, shokët e tij besnik, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi gjithë ata që ndoqen dhe ndjekin udhën e tij të përsosur dhe të bekuar deri në ditën e fundit, ditën e premtuar. Amin. Dashur vëllezër, molla nderuar, sot me ndihmën e Allahut do flasim për një nga kanunet hyjnore ose rregullat hyjnor, ose me fjalë tjera, sjelljen e Allahut me njerëzin në varësi të bindjes dhe mosbindjes tyre ndaj Zotit. Ose me fjalë tjera, po ke ligjet hyjnore për lidhjen shkak pasojë që Allahu qartë na tregon në Kur'an, për sa i përket pritshmërisë së ndryshimit nga një gjendje e keqe në një gjendje më të mirë ose të mirë. Allahu thotë në Kur'an, për sa i përket ndryshimit pra nga gjendja e keqe në përmirësim o gjendje të mirë, Allahu inna Allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma fi anfusihim. Allahu nuk e ndryshon atë që është një popull, pra atë gjendje që është një popull, atë amulli që është një popull, derisa ata të ndryshojnë atë që është në veten e tyre. Ke vetja e robit fillon bot kuptimi, qëndrimet, qëllimet, reagimet deri ke veprimtaria që materializohet e çdo individi veç qoftë ose në mënyrë të organizuar. Pra, e përgjithshme është kjo, që nëse ne, pa fije e dyshimit, me shpresa ke i madhi Zot, presim që Allahu ta përmirësojë gjendjen tonë, rruga fillon duke u marrë kryesisht me veten tonë. Edhe përmirësimi i çdo aspekti tjetër, në këtë botë, edhe për botën tjetër, fillon dhe ka zgjidhjen vetëm në rrugë të Allahut, pra si mas fesë Allahut. Ne jena musliman, që me thonë musliman i dorëzum Zotit, a i dorëzohër Zotit pjesërisht i pjesë tjetës, kur vesh para Allahut namaz, ngre duart nalt, po me dur, me trup, je dorëzu Allahut. Kënë rej duart nalt, o Zotë e kam hullë mrapa gjithë shkat, jam dorëzu mallënisë time, këto sekonda i kam përkushtu vetëm për ty. Ke halli dorëzohesh Allahut e shtri dorën e lypsit para Zotit. Kur vje puna gjatë jetës i përzin punët, do të gjesh rrugëzgjidhje ca si mas menjes tate, ca si mas shejtonëve të medias, ca si mas shejtonëve të politikës, ca si mas dikujt që e ke njën rrugë, jo, gabim. Musliman do të thotë që ti dorëzohet Allahut tërësisht.
tërësisht Allahu qërton Beni Israilët, atyre që ne i themi çifut. A punoni me i pjesë librit dhe a mohoni i pjesë tjetër, pra Teuratit, pra i ka qërtu populli mallkuar i Zotit. Popull që ka vazhdimisht përveç një pakisë ka vrarë profetët e vet. Përsëritet shumë Kur'an, pse përsëritet shumë Kur'an? Ja kemi bërë këtë pyetje vetes, që dohet me pas fryk nga jehudët, nga çifutët, nga sionizmi, nga masonët, jo më frikë na vetëm Allahun. Po frika e besimtarit është që unë mos të ngjyhem, mos bojatisem, mos të ndyhem me smunjet e atyne, me veset e atyne. Musliman xhami dhe horr në rrugë dhe në punë, ja, nuk shkon. Presje ndryshoj Allahu gjendjen time, të familjes, të popullit ku unë jetoj. Dhe nuk i thirr mendjes që unë kam vetveten, sjelljen time, çorinë time. Kam shumë për ndryshu. Jam i mirë, jam i rujtën, po prap ke shumë për të bo. Zgjidhja është kjo rruga e Zotit, shkurt. Sa bëjmë ne për rrugën e Zotit? Duke fillu me të qenurit model i mirë vetë, musliman mirë vetë, në gjitha fushat e jetës, dhe duke i ftu njerëzit këtë fe, për nuk bën dobi fjala, po s'je vetë më rregull. Ose bën zën vend shumë pak. Nga natyra e njeriut është që kur i kërkohet llogari ose këshillohet, shofit metat e personit, do të justifikoj veten që unë nuk bindem sepse kjo vetë i keq. Pra, duhet të jemi vetë mirë model. Zoti na boft inshallah. Është nga lutjet e profetëve. Në Kur'an e keni që do ta bëjmë vazhdimisht. O Zot, Ibrahimi a.s. na dhurone nga bashkëshortet tanë, ose bashkëshortët, e bëjmë gratë për burrat, burrat për gratë. Dhe nga pasardhësit tanë, kulmi i kënaqësisë, kulmi i kënaqësisë për muslimanin, pa lot i freskët i bie fjalë për fjalë, domthon kulmi i kënaqësisë. Dhe kulmi i kënaqësisë, një burri për gruën e vet, apo i gruaja për burrin e vet, apo nonës ose babës për fëmijët e vet, musliman, kur janë musliman, është kur i shohin fetë Allahut ashtu siç duhet. Amin. Dhe na bëjnë lil muttaqina imama, për njerëzit e përkushtuar rrugë Zotit, imam, prijes pra model të mirë. Lutje e profetëve. Mos lutemi vetëm për pasurinë dhe për shëndet ose në hall tjetër të kësaj bote që gjithë e lëm tu. Të mësojmë si duhet më lut në Kur'an nga profeti alayhis salam. Pra, kemi qëllime të larta, Allahu urren qëllimet e ulta dhe i don qëllimet e larta. Pra, lufta përpjekja për ndryshim shkurt fillo ka vetja. Fillo ka ato që kemi afër, po sidomos me veten. Nga smunjet dhe helmet që janë përhap në shoqërinë tonë, edhe brenda muslimanëve, është që me thonë me ironi therse për çdo problem i pjesë e madhe e njerëzisë thotë as me parimin fajin e ka tjetri. Fajin e ka tjetri. Një musliman i mirë nuk flet shumë. Kemi thonë shpesh, e sidomos në këtë kohë që jetojmë ne, çdo ngjarje që është e prekshme, që të rrheq vëmendjen, ose që të rondit, aq më tepër kur të rondit, aq më tepër që shkakton panik, aq më tepër që shkakton urrëtie, revolt, janë mesazhe të gjitha prej Allahut. Ku s'kena marrë mësim duke studiuar Kur'anin dhe duke zbatuar atë, Allahu çon mesazhe të tjera me dukuri që ndodhin çdo ditë. Nëse nuk merr mësim nga një goditje e lehtë, goditje që vjen më pas është më e fortë. Dhe kjo e gjitha është prej mëshirës së Zotit. Allahu ka shumë të lehtë hakmerret. Po, një nga emrat e Allahut është hakmarrës. Po këto goditje të gjithë për besimtarë janë mësim, pra janë mëshirë. Po kur besimtari vetëm flen gjumë, nuk lu pluhunin.
Nuk shef asnjëherë të metë ke vetja vetë, thotë gjithmonë fajin e ka tjetri. Kjo është smunja e thellë. Kjo është shumë e rrezikshme. Dhe po rrjedhoj kur njeriu atë që ka armiku numër 1 ose helmi numër 1 justifikimin, kalon ke smunje tjera siç është demelizmi, mungesa seriozitetit me fenë e Allahut dhe mungesa ose paksimi i përgjegjësisë ndaj kësaj feje dhe detyrimeve që ka për të përpjek. Ne sot ndjojmë lloj analizash. Nuk ndjojmë me as i televizion dhe me as i rrjet social pothuajse këtë që po themi këtu, këtë që thot Kurani. Këta që përnodhin janë mesazh që ne do të lëvizim, dhe lëvizja jonë ku përqendrohet ke feja e Zotit. Ke vetja me mësu, me zbatu dhe me ia dhënë tjerëve. Me u përpjek fort me u bë model. Ajo që thamë. Dhe me i ftu tjerët në fe, dhe me i këshillu njerëzit, aq sa kemi mundësi gjithmonë. Aq sa kemi mundësi. Allahu nuk na ngarkon, nuk e ngarkon njeriu me më shumë se që ka mundësin, takatin. Nëse, ose me fjalë tjera, nëse nga mesazhet që na çon i molli Zot me ngjarjet që ndodhin dhe ngjarjesh. Një nga ato ngjarje që është mund të jemi vend rekord në botë, Zoti e ndreq këtë vend e këtë popull dhe neve bashkë. Është vjedhjet galopante të merruse që në punën e pushtetarë këtij vendi s'po themi vjedhin, po i arrijepin këtë popull. Njerëz pa skrupull. Dhe jo vetëm kaq, po edhe të pamëshirshëm. Se të papërgjegjshëm pas e po. Diku ishte të merr kur flitej për mira euro, sot janë bërë 10 milion dollar normal. Reagimi numër 1 është çfarë ka bëu Zoti, gjërat njihen me të kundërtën e vet. Për këtë rast, për këtë dukuri që është merr, dhe për tjera që janë negative, besimtari më njëherë pozicionohet, gjëja e parë i përgjërohet Zotit, dorëzohet Zotit me lutje. Pozicionohet me vepra. Do ta vendosi edhe më fort, se i herë për gjithmonë kur kena thonë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, besoj se po i kanë thonë bes Allahut, po kjo bes do të ripërtri. Sa herë të vinë mesazhe do të ripërtri. Sa herë vin goditje për Zotit, do të shkunemi. E kundërta kësaj është negatives, është pozitive. Pra, të jemi pozitiv. Me kuptimin islamik të fjalës, fetar të fjalës, do të më qenë jo thjesht pozitiv, po sa më shumë pozitiv. Dhe pozitiviteti më i vlefshëm është me e zbatu fenë vetëm i ftu tjerët në fe. Kjo është gjëja më me vlerë e njeriu në këtë botë, që ka vlerë për këtu dhe në botën tjetër. Është rrugëzgjidhje për këtu dhe shpëtim dhe lumturi për botën tjetër. Dhe të qenurit pozitiv nuk do me thonë me qenë muslimon i egër, i vrajsht, i pa edukat, i pa mëshirshëm. Jo, s'kan lidhje këto. S'kan lidhje me islamin këto. Qenurit pozitiv duhet shoqërohet me qenurit i arsyeshëm, i urtë, dashamirës, i mëshirshëm, i edukum, dhe fjalë bukur. Njeriu kemi thonë që rën mes dy përjetimesh. Qoftë kur bën punë të mira, qoftë kur bën punë të këqija. Shpresës dhe frikës. Kur bën punë të liga, gjunahe, rrin edhe me shpresë që ta fali i molli Zot, por rrin edhe me frikë mos ta dënoj. Nëse bën punë mira, rrin edhe me shpresë që Allahu t'ja pranoj dhe t'ja shumëfishoj shpërblimin, po edhe me frikë se ndoshta për një arsye apo tjetër që ka po nga vetja, Allahu nuk ja pranon punën e mirë. Dhe si i tillë
si i mbrojt në këtë përjetim që ka njeriu, pra mes shpresës dhe frikës, por shikojmë stilistikën e Kuranit dhe të profetit alayhis salatu wassalam, metodologjinë, kemi ajete që na tregojnë shpërblimet mëdha, pra na joshin, na shtojnë shpresat, dhe kemi ajete Kurani që na friksojnë me dënim në Zotin. Po ashtu edhe profeti alayhis salatu wassalam ka nxjerrë për punë mira, duke na josh për shpërblimet dhe duke na friksuar. Për sa i përket gjendjes një populli, kthehemi këtu ke veni jon, dhe kjo gjendje në përgjithësi gjithë botën, e sidomos botën islame, që s'ka më asnjë lloj dyshimi që janë mbledh gjithë kundra muslimanëve. Shkaku pse e duan shumë këtë dynjë, e ka shpjeguar profeti alayhis salatu wassalam. Se muslimanët kanë frikë nga vdekja, nga që e duan shumë këtë dynjë. Dhe kjo nuk është frikë nga vdekja kur vjen puna për luftë, por kjo është nga dashuria e dynjës, është frikë edhe nga fukaralliku. Ke shumë musliman që justifikojnë përzierjen e hallalit me haramit, pse? Sepse i trem varfëria. I trem varfëria. Nuk është e mirë, është e keqe në Islam. Allahu përmendit vetë thonë në Kur'an. Prapë ti kthehemi asaj parrullë që është helm, që fajin një monë ka tjetri. Jo, prit. Thot Allahu përmendit vetë në Kur'an. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Edhe ruajuni ju, musliman, besimtarët, nga ajo sprov që edhe pse patjetërsisht, pashmangshmërisht do t'i godasi ato që bën zullum, padrejtësi, dhe padrejtësia është me Zotin kur mohohet, dhe padrejtësia me robin, të dyja bashkë. Që nuk do t'i preki vetë se ato, pra ruani se mund t'ju preki edhe ju. Si ka mundësi? Ja u shpjegon profeti alayhis salatu wassalam. Ka shumë thënie, po zgjedhja 2-3. Thot profeti alayhis salatu wassalam që jep urdhër i madh i Zot Xhebrailit, enjullit shpalljes së ndëshkimeve, që një popullat ta dënoj ta rrafshoj krejt. I thot Xhebraili alayhis salam, o i madh i Zot, në atë popull është filani, që nuk rresht së adhuruar i mallnin tënde, pra duke bëj ibadet Zotit. Çfarë thot Allahu? Me atë fillot parin, sepse kur tjerët bëjnë maskaralliqe, ndytësira, padrejtësina, atit nuk i skuqet as faqja. Pra, nuk hes muslimani me parimin djallëzor fajin e ka tjetri, muslimani shef qa përgjegjësish ka vetë, sepse ajeti i Kuranit është i qartë. Muslimani sa herë ngjon padrejtësina, fuqësina, i po pyetjen vetës. Sa po më revolton kjo mu? Sa forcë urrëtie ka mu për të keqen? Një nga kurthet ose mjeshtërit e djajve, sidomos djajve njerëz, janë më të rrezikshëm se shejton xhin. Po, se kanë pushtet, kanë pare, kanë armë, kanë tjetër, kanë mediat, është që kur duan me shtori popullat, në Shqipëri kanë pas sukses të madh, edhe shumë vende tjera arabo-islame, të keqen dhe të ndyrën Zoti ju nderoft gjithëve, ju dash gjithëve, gradualisht e bëjnë normale. Përpiqen për ta bëjnë normale. Po ti shohësh nga brezi i gjysheve tona, Zoti i mëshiroft, deri ke gratë tona sot ka ndryshim të madh. Fillun me qiti çike fje floku ke shamia, pastaj hoqën shamia, pastaj hoqën këtë dhe shifit çka kanë heq. Si janë. Kujtohet i vargu një poeti, u ktheva mas kurbetit ke lagja ime vjetër. Shtëpiat ishin po ato, po gratë nuk ishin më po ato. Ishin gratë tjera. Zoti i drejtov gjithë. Pra, edhe këtu i kërko llogarimi Simoni vetës. Ka filluar edhe mu mos më bëjnë përshtypje, lakurisia, tradhtia, kjo ajo.
Apo jam i si ku kam qenë dikur? Apo jam si duhet me qenë? Dhe si duhet me qenë? Lexo pra të vllai dash motrën nderuame. Mos e humb kohën kot. Mos ju daj Kuranit. Lexo dhe qoftë edhe ka i faqen ditë. Historisë profetit alayhi salatu selam, thënieve të atij. Që si u shqet trupin, u shqet dhe mendjen edhe shpirtin, se po vdesin pa e kuptu. Shqipëria nuk ka për shitje. Ato që po blen dhe du me ble Shqipërinë apo tokat e Shqipërisë i kanë blen neri shqiptarëve më burr, po kanë shumë kohë më burr. Ky nuk ka alarm i thjesht për tokën. Djajja në armiq për bejtu njeriut. Jo qa fluturohat, jo qa që o zhvillim i dobishëm. Ja, ka zhvillim kanceri, ka zhvillim mikrobi, ka zhvillim degenerimi, ka zhvillim korrupsioni, tradhtia, papesia. Jo me fjalën zhvillim ti, muslimon, ta morësh të mirë qenur, sa herë përmendet fjala zhvillim, integrim. Po do integrohemi, do hyjmë nga ingranazhet e shejtanit, se i do dikush prej nesh. Ja s'po pyesim fare ku po integrohemi. Kemi frikë se mos na thonë të prapambetur. Një nga shtetet, se s'po i përmend emrin, muslimane, nga vitet 60, se këto kurthe kanë filluar me kohë, ishi pakic e kësaj popullate e krishterë. Ishin modernizuar më përpara ato, dhe filluan të frekuentojnë plazhin. Dalin 3 çerek lakuriq, ashtu si dalin. Media e atij shteti, media e keqe domethënë, e shejtonëve, bën propagandë që edhe gratë e muslimanëve të shkojnë plazh. Forçin hoxhallarët, forçin prindit atje, nuk isha rregim. Me u përgjigj edhe gratë e muslimanëve me dalë lakuriq në plazh. I mjaftoi vetëm një shkrim. Kishin vite që doshim i shplat trunin muslimanëve. Muslimanet janë të prapambetura. O burra, na lavdroi Evropa që jemi të përparuar dalim lakuriq si baktia. Dhe nuk është vetëm lakuriqësia, janë edhe gjëra tjera. Unë si musliman dhe ti vllai dash motra e nderuame, i do t'i masim gjërat me peshorën e Allahut dhe të pejgamberit alayhis salam, jo me peshorën që na japin tjerët. E mira dhe e keqja është ndan Islam, harami dhe halali është sajru në Islam. Musliman me 5 vakte më thot, pse thot çat keq i ka dhe që të investohet. Investohet për turizëm, zhvillohet Shqipëria. Po s'më hyn punë fare më burr. S'më hyn fare, Shqipëria ka burime sa dush, që s'ka nevojë për atë turizmin që në shumicën dërmuese të rasteve është për shturje të milletit. Ka burime plot, po s'ka ndërshmëri, s'ka bes, s'ka fe, s'ka njerëz korrekt. Kemi në përgjithësi, po kemi, se këtu për këtë po flas. Sa punojmë në për këtë fe, zgjidhja është ke feja. Ke parimet e fesë. Po jo pa edhe ka njerëz që flasin për drejtësi dhe me parime, po më shumë mirë ligjoj, aq i aftë sa parimet që ato të paraqesin janë pozitive edhe në fenë tate, po pranoj, njoje. Po gjithmonë do ta kontrollosh me fenë tate, me fenë Islam, fenë e Zotit. Një sjarim tjetër. Pra, o Xhebrail, me atë filloi të parin, sepse ati nuk i skuqet faqja, kur tjerët bën padrejtësira ose zullume ose gjunofe. E sqaron më me detaj Omar ibn Khattabi, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Thot, kur paturpsinat dhe padrejtësinat bëhen fshehtas, Allahu dënon vetëm personin. Kur paturpsinat dhe padrejtësinat, zullumet,
bëhen haptas në mënyrë masive, rrezikon që ti përfshi dënimi i Zotit krejt. Zoti na rujt. Zoti na rujt. Na rujt fen ton, nderin ton, jetën ton dhe të gjitha. Ose ka thonë profeti alayhi salatu wassalam, do urdhnoni për mirë dhe ndaloni nga e keqja. Pra do ftoni njerëzit islam, dhe sqaroni të mirën dhe të keqen. Ose për ndryshe do i përfshi dënimi i Zotit gjithëve, do ju luteni Allahut dhe ai s'ka për t'ju përgjigj. Zoti na fal dhe na ndreq neve. Do të thotë dikush që në këtë punë ka rreziqe, po më ka rreziqe. Nëse ti fol për Islamin dhe punon për Islamin, deri ke kufini që ty ta merr mendje se rrezikon, jem rregull me Zotin. Nëse ti e ka ato që ti e thyr këtë kufi, i merr parasysh e gjithë rreziqet, i merr parasysh me radhë dëshmor, edhe pse mund të torturojnë, edhe pse mund të heqin nga puna, ç'a mund të jetë tjetër. Allahu ka punë shembull në Kur'an, besimtarin familjen e faraonit. Familja e faraonit me krye faraonin është kulmi i padrejtësisë me Zotin, po sa mohoi Zot dhe tha unë jam Zoti, u i tha faraoni, dhe padrejtësisë me njerëzit që pashtronte dhe masakronte Beni Israilët dhe injoroi dhe mohoi profecinë e Musës së Harunit edhe pse i pan mrekullitë e Zotit, jo një po disa. Para se Allahu nga drejtësia e Zotit që del borxhit. Në familjen e faraonit, pra në këtë kupol të hekur, të kalu hekurit për nga dhuna, ishte një besimtar i vetëm dhe i fton faraonin dhe krejt familjen e modhe perandorake që faraonike që t'i besojnë Musës, të shkojnë rrugën e Musës. Ndër tjera, që do me na tërguj modhi Zot? Që më e dhunshëm se faraoni nuk vjen më. Ja ku pati i shembull të mirë edhe këtu. Aq më tepër që ne këtu, elhamdulillah, falenderojmë Zotin, si jemi sot aq dhunuam sa ishim dje në kohë të komunizmit për të punuar për fe dhe për të ftuar njerëzit fe. Po, mund të jetë në një punë, është bisiklet, ka probleme. Pa më me fol për fe? Jo, s'është. Dhe ku është mangësia, po ke vetja jonë. Me punu për këtë fe, jemi shumë mangë, Zotin na forcoft. E lusë Allahun, na ndriçoj mendjen edhe zemrën. Na shtoj diturinë dhe na jap dobi nga dituria dhe nga begati nga nuri vet. Allahu i ndriçoft familjet tona me nurin e vet, me nurin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Allahu i dhon nga njëm sukses dhe fitore gjithë atyne që përpiqen që nga një feja Zotit. Janë shërbëtorët e Islamit dhe të muslimanëve me veçanti dhe të njerëzisë në përgjithësi. Allahu i gropos dhe i varrost gjithë kurthpunuesit që hapin gropa dhe varre për Islamin dhe muslimanët në veçanti dhe për njerëzin përgjithësi. Allahu i shkatrov zullumqarët me njëri tjetrin. Allahu e pastroft këtë vend nga të padrejtë dhe padrejtësia, nga të pabesa dhe pabesia, nga të paskrupujt. Allahu na pastroft mi të gjitha zemrat tona, mendjet tona, nga çdo lloj hipokrizie sa do e vogël qoftë, dhe nga çdo lloj pabesie sa do e vogël qoftë. Allahu na dhuroft dhe na stolis dhe na nderoft me virtytet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na ruajt ne nga çdo lloj shkarje dhe lëkundje. Allahu e ruajt rinin ton dhe e forcoft dhe e begatoft dhe e nderoft me islam të pastërt, me islam të plot, me islam të vërtet. O Zot, ne i bëm padrejtësi vetes tonë, me gjunahet tona, për gjumjen, kooperacinë tonë, dhe mberizmin tonë, nëse nuk na fal dhe na mëshiron, pa fije në dyshimit do të jemi të humbur dhe dështuar. I kërkoj falje Allahut për ne të gjithë këtu,
për prindrit tanë, për udhëzuesit tanë, për të vdekurit tanë që kaluan në atë botë. I kërkojmë falje për të gjithë ata musliman që janë gjallë dhe do vinë mas nesh deri në ditë Kiametit. Dashur vëllezër, motra nderuame, kërkojini falje Allahut për të gjithë. Qoftë çasti pranimit. Allahu ja pranoft lutjet. Dhe mbi të gjitha Allahu na i pranoft kërkim faljen, istikfarin. Ai thot: "Lutmuni mua, unë ju përgjigjem." Amin. Alhamdulillah hamdan kamilin wa salatu wa salam ala al-anbiya wal mursalin wa ala sayyidina wa habibina wa muallimina wa tabibina wa shafi'ina insha'Allah yawm al-qiyamah sahib al-kawthar sayyid al-khalq ajma'in imam al-anbiya wal mursalin Muhammadin al-Mustafa wa alihi al-kiram wa sahbihi at-tahirin wa ala man ittaba'ahu bil ihsan hatta yawm ad-din tasliman kathira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Edhe herë model ose 2-3 modele për të qenurit pozitiv dhe detyrës që kemi ne për të qenë pozitiv. Dhe largimit dhe frikës që do të kemi ne nga vetja kur e justifikojmë atë duke thonë s'është çështja ime, fajin e ka tjetri. Shembulli ka plot. Në shembullin e surës Yasin, në faqen e 2 surës Yasin, "Wadrib lahum mathalan", dhe ipi aty në goditi pra njerëzve ipi shembullin e atij populli që i pa them shkurt, pa them herë arabisht ja shqip, që i çum 2 profet, i përgënjështrun, i përforcum ata 2 me 1 të tretë, prapë përgënjështrun populli vet, dhe i kërcënuan 3 profetët. Wa jaa min aqsa al-madinati rajulun yas'a qala ya qawmi ittabi'u al-mursalin. Dhe erdhi nga funi i qytetit një burr duke vrapu, duke nxitu. Mirakull më të madh për fenë e Allahut. Nuk tha ky person ç'pun kam unë me këtë popull mizor. Sa shu ishin. Këtyne i ka thënë Allahu 3 profet. Unë as jam në gradën e këtyne, as kam diturinë e tyne. Jo, nuk tha. Nuk u bën mjeshtër i justifikimit përgjegjësisë për të ftuar njerëzit në Islam, për ka e mira. 3 profet. Dhe erdhi me nxitim, me ankth. Kishte përgjegjësi për fenë e Allahut, për popullin e vet. Përfundimi e kryut e tyre, e vran. Kur dolin bodhën tjetër, e hapën perdet e pash problemin e Allahut, qala ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin. Ç'a tha? Sikur populli im ta dinin që më ka fal mua Zoti im gjunafet dhe më bëri prej të nderuarve. Dhe i shkataroi Allahu atë popull. Ne këtu themi Allahu i shkatrof kët, Allahu i shkatrof kët, po kemi detyrë që Allah t'i lutemi Zotit për zullumqtarët, për faraonët e kësaj kohe, për të pabesët e kësaj kohe, po më po ne apo e bëjmë punën tonë. Po e punën, se ka për t'i gropos dhe ka për t'i zhyt Allahu të gjithë. Innehu la yuflihu zalimun. Është premtim për Allahut. Çështja e Zotit, ke Zoti, ligji i Zotit është që nuk shpëtojnë zullumqtarët pa drejtët. Aq më tepër kur bashkojnë 2 gjëra, padrejtësi me Zotin që janë mohues dhe padrejtësi me njerëzit. Gjithë popujt e zhdukur i kanë bashku këto 2. Ca i ka fundos, ca i ka myt, ca i ka godit nga qielli e tjerë. Lexoni Kur'anin. Qenurit pozitiv. Pra drejt për drejt me Zotin për t'i shërbyer kësaj feje, për t'i ftuar njerëzit fe, po edhe të mirë me njerëzit, Allahu ka i parim. Mos mësojmë vetëm parimet që Allahu i shkatron, do t'i dënoj, do i ka mallkuar zullumqtarët.
Po ka dhe parim tjetër. Inna Allaha fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi. Allahu është në ndihmë të robit vet, por aq kohë sa robi vet është në ndihmë të vllait vet. Tregohet ke brezat e parë. Ishin dy komshi që shkoshin shumë mirë, musliman besimtar. Ndodhet keq, familja, njëna nga këto dy familje i kërkon komshiut vet, i thot, me që ke shumë para, duam ta shesim shtëpinë dhe do hikim diku tjetër. Sa kushton? Ka që uno paret. Natën do hiknin nesmen. Në gjën që po qajnë ke komshiu, ke fqinji, i thot i shtëpis, ky pasaniku i thot shoqes vet. Çe kanë që qajnë, thot, mos kanon në gjo, jo i thot e shoqja. Ato thot nuk duan me hik për këtu, thot. Po kanë rënë kusht dhe janë detyruar ta lënë shtëpinë, ta shesin shtëpinë. Atëre ky burr fisnik, ky muslimani nalt, i thot komshiut vet nesër mjes, i thot maje shtëpinë edhe paret që të kam dhënë për shtëpinë. Një rast tjetër, dy shok, dy vëllezër musliman shumë lidh me njëri tjetrin. Një ditë për ditësh njëri i kërkon borxh tjetrit. I e borxhin, kuptohet, ishin shok e vëllezër në Islam, prej vitesh. Ikën ky fukaraj, këti që i kishte halli, ky pasaniku që i dha borxhin, filloi të qaj gjithë natën, i thotë shoqja, çka ke që qani, thot. Po qaj, thot, sepse unë atë kam pas vlla në Islam, e kalu vllajt. Dhe nuk e hetova gjendjen e atit që ta ndihmoj dhe ai mos detyrohet të shtrit dorën dhe të mlypi mu. Duhet ta kisha kuptuar më përpara gjendjen e atij, që ta ndihmosha dhe mos ta bonte në fytyrën sholl, pra mos ta ulte veten. Dhe nuk është dashamirësia për tjetrin, vetë se ke ekonomia. Shembulli i Hazreti Aliut radhiyallahu anhu. Troket dera, kemi thonë për ta themi prapë, se ka edhe të ri këtu që se kanë gjuhë. Troket dera natën, del një nga antarët e familjes, i thot një lypës, por kërkon ndihmë lëmosh. Çohet Hazreti Aliu, merr kandilin me vaj, merr ato monedha që kishte për t'i dhënë, kur i afrohet derës, e shun kandilin, ja merr dorën tjetrit dhe ja ngren dorën. Ja jep para në dorë dhe ja ngren dorën. I thonë familjes ku kthehen, pse e shujte kanilin kur i dhe lëmosh, i dhe sadaka atit që trokiti, atit nevojtari hallexhiu. Shikoni, njeriu fisnik e don fisnikarinë edhe këtë tjetri. Se unë dhënë nuk duhet ta shoh robin e Allahut të përul para robit e Allahut, po duhet ta shoh robin e Allahut përul vetëm para Allahut. Allahu Akbar. Ka njerëz zemërzi që jo vetëm duan të kenë më shumë se tjetri, po kanë qeve ta shohin keq tjetrin. Zoti na rujt. Zoti na rujt, Zoti na rujt gjithëve.